Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Mateo feston ditëlindjen, ja surpriza e veçantë që mori nga Brikena. Finalisti i Bigut Mateo Borri feston sot ditëlindjen, një moment që këtë vit ka marrë një kuptim edhe më të veçantë për të. Edhe pse nuk arriti të fitojë çmimin e madh në reality show-n e njohur, eksperienca në shtëpi i solli një fitore personale që ai vetë ka cilësuar si më të rëndësishmen. Pikërisht, dashurinë. Bëhet fjala për modelin nga Kosova Brikena Selmani, me të cilën Mateo krijoi një lidhje gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Pikërisht, ajo ka vendosur t'ia bëjë këtë ditë edhe më të paharrueshme, duke i organizuar një befasi romantike. Në pamjet e publikuara në rrjetet sociale, çifti shfaqet i buzëqeshur dhe shumë i lumtur përballë një baneri të dedikuar për ditëlindje, i rrethuar nga tullumbace festive. Atmosfera duket e ngrohtë dhe intime, duke reflektuar afrimitetin e tyre edhe pas përfundimit të spektaklit. Krahas fotos, Brikena ka zgjedhur një dedikim të shkurtër, por me shumë ndjenjë. U ritsh me mua, një mesazh që është komentuar gjerësisht nga ndjekësit e tyre. Nga ana tjetër, rrugtimi i Mateos në Big përfundoi me vendin e tretë në natën finale. Në vendin e dytë u rendit Miri, ndërsa fituese e edicionit u shpall Selim Bollati, e cila rrëmbeu çmimin e madh për 100.000 eurosh.